Një postim i papritur në llogarinë zyrtare të Mimoza Ahmetit në Instagram ka shkaktuar jo pak panik të ndjekësit e saj dhe fansat e Ferma VIP 3 mëngjesin e sotëm. Në profilin e shkrimtares, e cila pa diskutim është kthyer në personazhin më viral të këtij edicioni, u publikua një grafit ku shfaqej fotoja e saj e shoqëruar me lajmin e bujshëm: Mimoza largohet nga Ferma VIP. Ky njoftim ngriti menjëherë pikpyetje nëse rrugëtimi të saj televiziv i kishte ardhur vërtet fundi në mënyrë kaq të befasishme. Taina, kjo grua më është bërë inspirim, kur të rriten dua të bëhen si Moza megjithatë, mbështetësit e saj mund të marrin frymë lirisht. E gjithë kjo situatë rezulton të jetë thjesht një reng i përgatitur nga stafi që menaxhon rrjetet e saj sociale me rastin e 1 prillit, ditës ndërkombëtare të gënjeshtrave. Ky ngacmim virtual ka arritur qëllimin për të trazuar pak ujërat në rrjet, por e vërteta është se Moza vazhdon të qëndrojë fort brenda në fermë, e gatshme për të dhuruar sërish batuta të forta, situata komike dhe momente që thyrojnë rrjetin.